Për këto zhvillime do të flasim në vim, kam në lidhje të drejt për drejt ekspertin e sigurisë Drizan Shala. Drizan, mirëmëngjes, gëzuar Bajramin. Mirëmëngjes, Esmeralda, faleminderit, gëzuar edhe ju, edhe familjes tuaj, begati për të gjithë, shëndet dhe harmoni dhe mbi gjitha shpirtin e pastër, mendjen e kthjellët. Faleminderit shumë. Drizan, dalimi pak po e nis me këtë të fundit me raportin e shërbimeve të inteligjencës Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo për herë të parë, në fakt, vjen një dokument i tillë, por kësaj here ndoshta edhe për shkak të luftës në Iran apo të qëndrimeve të vazhdueshme se Shtetet e Bashkuara mund të tërhiqen nga bonstilli, për shembull, merr një rëndësi edhe më të veçantë. Padyshim se po, sepse në qoftë se ne do të kemi reduktime të planifikuara nga administrata e presidentit Trump në drejtim të personelit ushtarak në bazat amerikane jashtë kontinentit amerikan, kjo de facto e afekton dhe kishte me prish balancën e sigurisë në ballkonin perëndimor. Në qoftë se ne do të kemi një avancim të një konflikti në lindjen e mesme, pra një zgjerim të tij, atëherë padyshim tërheqja e trupave do kishte me atakuar edhe bondstillin dhe misionin e KFOR-it në Kosovë, dhe kjo në formën retroaktive do kishte me ndikuar drejt për drejt në dëmin e ofrimit të sigurisë kolektive në ballkonin perëndimor, respektivisht sigurisë e Kosovës. Çfarë do reduktimi i trupave amerikane e rrit apetitin dhe mundësinë që pala serbe, si proksi i Rusisë, madje tani edhe të Kinës, mund të aktivizojë për të krijuar atë momentumin opcional dhe optimal për të shpërfaqur në praktik teorinë e tyre strategjike të hegemonizmit dhe të pushtimit të tokave, të cilat ata i konsiderojnë si të tyre në këtë mes hyn edhe Republika e Kosovës. Prandaj ky raport e vë theksin pikërisht në atë që faktori politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do duhet asesi në vatrat e krizës si konsiderohen me potencial zgjerimi, qoftë në Kosovë. Ne kemi rastin edhe të personelit ushtarak amerikan në Bosnjë-Hercegovinë, pra në të dyja vatrat e krizës në një Evropë ku mund të shpërfaqet një luftë e dytë evropiane. Kjo do kishte me qenë një regres të jashtëzakonshëm të ndërtimit të paqes dhe stabilitetit gjatë këtyre viteve që kemi lënë pas. Përmendet Irani, përmendet Rusia, që me ndikimin e vet qoftë në marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës, por edhe në Republikën Srpska. Duke parë edhe zhvillimet aktuale, ku duket se gjithë vëmendja tashmë është përqendruar më shumë në lindjen e mesme, mund të ekzistojë rreziku për të krijuar një tjetër vatër destabiliteti nga ana e Rusisë? Fakti që do të kemi një zgjatje të konfliktit në lindjen e mesme. Kemi hyrë në javën e 4 të këtij konflikti dhe që deri më tani është përcaktuar çfarë që ky konflikt nuk është duke u ndalur dhe nuk ka mundësi që të përmbyllet në afatin rekord pavarësisht deklarimeve zyrtare nga shtëpia e bardhë. Dhe kjo zgjatje dhe involvimi i trupave amerikane më tutje dhe përqendrimi i shtëpisë së bardhë në këtë segment mund të arrijë apetitet Rusisë pikërisht të kërkoj një dëmshpërblim në kuptimin e efektit të drejt për drejt të Aleksandr Vučić, sepse ka mbështetur deri më tani politikën e tij në mënyrë konstante nga ana Moskës zyrtare. Prandaj rikthimi i borxhit do të kishte me qenë një aktivizim në vatrat e krizës, sepse edhe ndërlidhen dhe çështje të tjera, sepse ju keni parë gjatë këtyre ditëve që kemi lënë pas edhe blerje të cilat kanë ndodhur nga ana e Kinës, pra një marrëveshje arritur në mes muajit nëntor të vitit e kaluar dhe muajit dhjetor mes Beogradit dhe Moskës, dhe ardha e këtyre sistemit balistik të raketa hiposenike mund të kërkoj pikërisht që Serbia të aktivizohet të komuniteti serb në Republikën e Kroacisë, njëkohësisht sa i përket çështjes së Republikës Srpska në Bosnjë dhe Kosovës, pra tri vatra me të cilat ka potencial të jashtëzakonshëm Rusia të kërkoj një avancim dhe një prishje të sigurisë kolektive, e cila veç është vrazhditur në ballkonin perëndimor nga e kaluara historike, dhe në këtë segment mund pritem pikërisht veprimet asimetrike, veprime të cilat më pastaj mund të marrin për masa të gjëra duke atakuar
jetesën deretnike, sepse baza kryesore e Smerada, por të nxitëm një konflikt në Ballkanin Perëndimor, nuk janë qëndrimet ndoshta edhe shumë zyrtare mes shteteve, po është baza etnike. Pra baza etnike mund ta përshkallëzoj dhe mund ta krijoj pikërisht çështën e një konflikti të përmasave të gjëra, sepse Serbia e dëshmoi faktin edhe përmes asaj siç e potencova në fillim të misionit, që përket edhe të një ushtrimi që është zhvilluar pikërisht në territorin ku shumica është me popullat shqiptare. Prandaj kjo ka një lidhje, ka një mozaik të tërë. Prandaj në këtë mozaikun çdo përkatësim i gjendjes së sigurisë në linjën e mesme, çdo zgjerim i mundshëm i konfliktit në pjesën aziatike, pavarësisht se shërbimet inteligjente kanë deklaruar amerikanët që edhe në 2027 nuk pritet që të ketë ndonjë sulm nga Kina në drejtim të Tajvanit, por që potenciali mbetet pas 2029-s, kjo në vetvete e ngërthen retorikën e asaj që ndoshta pritet planifikimet edhe nga ana e Pekinit se si do të nxajë gjithë zhvillimin në linjën e mesme, sepse lindja mesme është një nga pikat neurologjike, sepse mbaren edhe Kina, edhe Rusia, edhe shumë vende të tjera sa i përket çështjes së naftës energjetik, dhe në pikë të bazë do të pritet se a do të dështojë Amerika, a do të jetë lindja mesme një Vietnam i dytë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe atëherë mund të presim pikërisht që ky raport inteligjent shpërfaqet edhe në detaje të tjera dhe mund të pritet deri te përshkallëzimi i gjendjes së sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Si mund të ndikojë Kina në rajon, sepse Kina, përndryshe nga Rusia, është një vend që operon kryesisht në nivelin ekonomik, pra bën ato që quhet pushtimi i butë apo lufta e zgjuar, jo e hapur me siç e bën përgjithsisht Rusia. Çështja tani më që Kina e ka gjetur një aleat të shëndetshëm për politikën e saj në Ballkan, është çështja e Serbisë, sepse veç faktin që Serbia ka tentuar që të tërhiqet nga pozicionimi tradicional me Moskën zyrtare në periudhën që kemi lënë pas, dhe gjeti në një aleati të dytë të fuqishëm me ingerenca edhe në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara, e ka bërë që Pekini tani më ta mendojë një strategji të re sa i përket edhe afrimit më të afërt, jo vetëm në aspektin ekonomik, sepse ne dimë që vendi i cili më së shumti ka marrëdhënie tregtare në Ballkanin Perëndimor është Serbia me Kinën, vendi i cili ka një mundësi operacionale edhe të krediteve të buta që vijnë nga Banka Popullore Kineze në Serbi, kanë një hapësirë për të vepruar dhe për të ndikuar. Tani Kina është duke menduar që të avancojë këtë çështje të këtij pushtimit të butë ekonomik, ta bëjë edhe përmes formës ushtarake, dhe kjo është arritur faktikisht se kemi sistemin antiaeror F-4-shin, i cili mund të themi që është një nga sistemet të para që një nga vendet evropiane kanë marrë nga ana e Kinës. Edhe avancimi me sistemin balistik, pra me raketat balistike të këtyre ditëve që kemi lënë pas, dëshmon faktin që doktrina kineze tani me asoj politike është duke kuptuar qartë azi mundësinë e fragilitetit të brendshëm politik të Beogradit, që me pastaj në këtë fragilitet të dobët të Beogradit mund të ripozicionojë pozicionin e saj dhe të ketë një derë në drejtim të pushtimit më të tjeshëm të butë ekonomik në Ballkanin Perëndimor dhe më tutje. Stërvitja e Serbisë, jo për herë të parë, por tashmë shohim se stërvitja bëhet në një zonë shqiptare dhe pranë kufirit, fare pranë kufirit me Kosovën, në një zonë krejt tjetër, pranë qose deri tani jemi mësuar që gjitha stërvitjet të përqendrohen në kufirin me Mitrovicën, pranë në veriun e Kosovës. Tashmë duket se vëmendja është përqendruar tek jugu i saj. Ka një domethënie një stërvitje që bëhet në Bujanoc, një zonë shqiptare dhe afër kufirit me Kosovën, kufirit administrativ. Padyshim se po, sepse Serbia është duke kalkuluar në kalendarin e saj gjitha këto zhvillime që kemi lënë pas. Edhe është për ne do duhet jetë edhe sinjal edhe për faktorin ndërkombëtar, por njëkohësisht është për çudi dhe një heshtje të pjesa evropiane, po dhe të pjesa e faktorit ushtarak
të NATO-s, të cilët vetëm janë mjaftuar me një deklarim formal të cilën e kanë thënë që ne kemi qenë të njoftuar për një ushtrim të tillë. Por pse them në aspektin e sinjalit, sepse Serbia pikërisht 5 javë pas takimit që është mbajtur më 11 shkurt të këtij vitit në Shkodër mes përfaqësuesve të shefave të shtabit të ushtrisë së Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, edhe ku aty ish-ministri Vengo deklaroi që tani më ekziston një plan i detajuar dinamik 3 vjeçar për të avancuar çështjen e marrëveshjes e marrëdhënies ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Pikërisht 5 javë pas asaj patëm një demonstrim dhe një mesazh të rëndësishëm, sepse ky mesazh dhe ky demonstrim e pat gjenezën të aspektin narrativ. Pra se Serbia e konsideroi më pastaj që kjo aleancë tripalqe e kanë një qëllim dhe një synim që pushtimin apo ngjitjen e luftës me Serbinë. Edhe për këtë gjë Serbia e kalkuloi qartazi që këtë ushtrim ta zhvilloj në një territor i cili në vitin 1999-2001 ishte vatër e krizës, ishte vatër e luftës mes Kosovës, mes shqiptarëve të Kosovës lindore dhe Serbisë, dhe pikërisht ky ushtrim në atë bazë ushtarake e ka edhe çështjen të rëndësishme sepse vendodhja ishte argument. Koha ishte argument. Gjitha këto argumente, reagimi që është bën nga faktori shqiptar, qoftë të Prishtinës, qoftë të Tiranës zyrtare, madje edhe ka pasur reagimet në të pjesë e Zagrebit, këtë operacion, Serbia e shndroi në operacion inteligjent, informativ u ushtarak me përmbajtje psikologjike, sepse tani me kot si adut reagimin e aleancës tripalqe ushtarake dhe mbi këtë reagim të aleancës tripalqe Kosovë, Kroaci, Shqipëri, aja e forcon narrativen dhe kërkon më tutje që këtë adut që gjë ne jemi të kërcënuar, blej armatimi dhe këtë të përdor në zgjedhjet lokale që tani më Serbia ka hyrë dhe pritet që deri në fund të këtij vitit kemi edhe zgjedhjet në nivelin nacional. Prandaj gjitha kjo ne mund të themi përgjithësi të plotë që kemi rënë në grackën e një operacionit psikologjik të udhëhequr nga strukturat ushtarake të Serbisë. Sot mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare Aleksandar Vučić për të adresuar shqetësimet nga lufta në lindjen e mesme, por sa ja prish planet Vučićit fakti që edhe pse në pamje të parë duk se europianët dhe amerikanët kishin qëndrime të ndryshme sa i përket situatës në lindjen e mesme dhe veçanërisht për kanalin e Hormuzit, tashmë duket se gjithçka është e koordinuar mes tyre. Se besoj për shtat i shkon një përplasje europiano-amerikane. Një plasaritje komunikimeve me shtetet vendimmarrëse në konceptin e arkitekturës së sigurisë evropiane dhe asaj politike, pra një përplasje me Britaninë e Madhe, një përplasje me Gjermaninë dhe Francën, padyshim se rrit apetitin dhe mundësinë që në këtë përplasje Serbia të ripozicionojë vetveten pavarësisht deklarimit të parë që e mbështesin rrugën e tërësisë territoriale të Iranit, në anën të ndër tavolinën duke zhvilluar disa lojra interesante sepse kemi çdo ditë avion transportues të cilët vijnë nga Izraeli në Serbi, marrin armatim të prodhimit të industrisë ushtarake serbe rikthehen. Pra, ky komunikim ndër tavolinë mes Izraelit dhe Serbisë, pavarësisht deklarimeve zyrtare në nivelin politik, e dëshmon faktin që Serbia është duke parë mundësinë që pikërisht gjatë kësaj përplasjes plesaritjes mes evropianëve të parafrohet më tutje me faktorin amerikan, sepse Amerikës i duhet padyshim të gjitha ato shtete që mbështesin Izraelin në këtë konflikt në lindjen e mesme. Dhe këtë gjë ka kuptuar qartësi Aleksandar Vučić, sepse është afruar te i mase dhe madje Esmeralda mund të themi një ekskluzivitet për televizionin e juaj. Doktrina ruse kineze dhe një pjesë e doktrinës së NATO, sepse Serbia që nga 2004 është pjesë e PFP-s, pra Partenariatit për Paqe, dhe njëkohësisht inkorporimi të 3 segmenteve ushtarake, pra Rusi, Kinë dhe një pjesë të NATO-s, i vetmi sistemi i cili mund të inkorporojë në një sistem të vetëm është sistemi
i Izraelit. Pra, kjo e dëshmon faktin që në këtë pjesë Serbia është duke avancuar dhe kjo është edhe ai mesazhi që tani me Vučić që ka thënë me rreshtave se në takimin e Këshillit të Sigurisë do e plason informacionin që Izraelit do e mundësoj që të ketë një sinergji dhe sinkronizim të sistemeve të cilat në më janë në inventarin ushtarak të shtetit të Serbisë, sepse ti nuk mund të kesh një sistem të një shtetit me një sistem tjetër në shoftë nuk i një lidhje, një modus lidhje, dhe këtë modus lidhjen mes këtyre sistemeve do e mundëson Izraeli dhe për këtë gjë Aleksandar Vučić mes të tirash e potencon të aspekti i energjisë dhe naftës, por që në fakt këtu kemi të bëjmë me një miratim në aspektin e avancimeve të pozicionit serb në raport me amerikanët në linjën e mesme. Në dokumentin e amerikanëve në fakt e përcaktojnë që Ballkani është edhe një arenë për plasjeve të fuqive të mëdha. Nga njëra anë, ndoshta më shumë se askush tjetër është Serbia, sepse ajo edhe është aleate pa lëkundur e Rusisë, mbështet edhe Ukrainën. Del në mbrojtje të Iranit dhe Gazës, ndërkohë që furnizon me armë Izraelin. Është me Europën, por nuk heq dorë nga Rusia. Pra, e gjithë rajoni i Serbisë, po them, duket se është kthyer në atë përplasjen e madhe gjeopolitike, po sa mund t'i mbijetoj Aleksandar Vučić këtyre lojrave? Është vështirë sepse është një hapësirë e minuar, sepse ashtu si ne deshifrojmë edhe struktura të udhëhecëse të këtyre vendeve me të cilat korporon shteti i Serbisë, e kanë të qartë që kjo lëvizje e Serbisë në momentumet të caktuara mund të jetë e lëvërdishme për ta, por që në afatin mesëm dhe afat gjatë, ky pozicionim do t'i kushtoj jashtëzakonisht Serbisë pavarësisht tentativës për të qenë një vend neutral në raport me zhvillimet ndërkombëtare, sepse ju harruat të përmendni edhe çështjen e Turqisë, sepse Aleksandar Vučić me çdo kusht në forma të ndryshme nganjëherë përplaset edhe me Ankaran zyrtare, ndërsa në momentet e caktuara ju afrohet Ankaras zyrtare. Pra është një miks i jashtëzakonshëm i politikës së tij dhe kjo do t'i kushtoj me varje politike të Aleksandar Vučić në arenën ndërkombëtare, sepse do të konsiderohet një lojtar jo serioz dhe një shtet i cili tenton me çdo kusht përfitoj në forma të ndryshme për të mbijetuar ky në aspektin politik. Drizan, falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbar. Gjithat mira. Faleminderit. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.